Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet I takojnë Allahut, krijuesit të botrave, salavatet, përshëndetjet qofshin pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Jemi në muajin e mëshirës, muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe ne si besimtar duhet të dimë se çdo njeri është gabimtar. Kjo është tema jonë, se çdo njeri gabon, çdo njeri bën gjunahe. I përsosur është Allahu xhaleshanuhu dhe të pastërta janë melekët e Allahu xhaleshanuhu. Kurse nëse marrim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai na thotë se kullu bani adam khata. Çdo njeri gabon. Mirë po, gabimtari më I mirë cili është ai I cili kërkon falje te Zoti, I bën istighfar te Allahu xhaleshanuhu, ai është besimtari I sinqert dhe I drejtë. Andaj nuk e ka bërë rastësisht Allahu xhaleshanuhu që ta mban muslimanin të pastër gjithmonë. Kemi për shembull çdo ibadet e ka bë Allahu xhaleshanuhu që ta pastrojmë vetveten tonë. Po qëllimi edhe I gjithë Ramazanit, ku ajeti kuranor në fund thot la'allakum tattaqun, që nëpërmjet agjerimit besimtari I sinqert e arrin devotshmërinë. Devotshmëria është largim nga mëkatet dhe pastrimi I zemrës I besimtarit. Thashë dhe nuk është e rastishme ku Allahu xhaleshanuhu ka dash muslimanin me pa gjithmonë pastërt, edhe për atë I ka lënë edhe ibadetet, adhurimet që ne I bëjmë. Kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë 5 kohët e namazit, prej xumas deri në xuma, prej Ramazanit deri në Ramazan, ato I fshin gjunahet e kaluara, mirë po me kusht nëse besimtari largohet nga gjunahet e mëdha. Po ashtu edhe e kemi muajin e Ramazanit apo agjerimin, I cili është një prej ibadeteve me të cilën e pastron besimtari shpirtin apo zemrën e tij nga mëkatet, dhe kështu që edhe është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë në hadithin e tij, kush e agjeron muajin e Ramazanit me iman të plot dhe me iman të sinqert, atij besimtari ju kanë fal gjunahet e kaluara. Po ashtu I njëjti hadith me një term të ndryshëm që ndryshon, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush prej besimtarëve I fal namazin e natës apo namazin e taravive, edhe atij ju fshihen gjunahet e kaluara. Gjithashtu në fund thot, kur vjen në fundi I muajit Ramazanit, është një natë e shenjtë, nata e Kadrit, të cilën e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot men qama lejlatul qadr, kush e ngjall natën e Kadrit, do të thonë me namaz, me ibadete, me dhikr, me ibadete të ndryshme, edhe atij besimtari ju kanë fal gjunahet, ja fshin gjunahet Allahu xhaleshanuhu. Dhe për atë një prej kushteve të fshirjes së gjunave është sinqeriteti, që besimtari të jetë I sinqert, që çdo ibadet çka bën, çdo adhurim çka bën, e bën vetëm se për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe vetëm se në atë mënyrë Allahu xhaleshanuhu I afal mëkatet apo gjunahet atij besimtari. Andaj vëllezër dhe motra, është koha, është rasti që ne ta shfrytëzojmë muajin e Ramazanit në mënyrë që të përfitojmë ato shpërblime që Allahu xhaleshanuhu I ka rezervu për besimtarët e mirë. Andër agjeroni, bëni ibadet në mënyrë që të fshihen gjunahet e tona gjatë këtij muaji.